Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrimin të nësi takojmë me Allah subhanahu wa taala dhe atij po xhiron që ta lavdëroj dhe ta begoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjell. Të ndodh vëllezër, njeriu në këtë jetë për shumë çështje dhe për shumë përfitime dhe për shumë rregulla të jetës, e trashëgon atë çka e ka gjetë edhe nuk nis gjithçka prej zero. Saktësisht me ardhmën tonë në jetë për ty gjithçka është e nisur prej zero. Realisht me të filluar që nismi kuptu senat, e kupton që do gjona s'kisha i zbulon, i ka zbulu dikush domethënë para ti dhe ti vetëm se vazhdon vijën domethënë para prakit. Saktësisht që kjo që njëri hyn në rendin para prak, është si rrjedhimi i asaj që tek njerëzit është binjakëzu përvoja edhe mendimi i njerëzit. Saktësisht njerëzit edhe e kanë menuar një farseni para se me minuti, po edhe e kanë po. Edhe kur është bë bashk përvoja edhe mendimi, janë prodhu disa rregulla të njerëzve, të cilat rregulla me një farë formë është mendjelësi edhe mu përplas me to ose me shpërfill ose mos me respektu. Ndaj, për shembull, përvoja dhe mendja e njerëzve tregon që prej formave që është mundur të mu dënu një njeri, prej formave se si mundesh me ndëshku një njeri është domethënë internimi, me syrgjinos, me dëbu prej vendit vet, pa vullnetin e tij dhe me çu dikun tjetër. Edhe tash, e natyrshme është që njerin kur e përzemp i vetlindjes, edhe çon në vend tjetër, e natyrshme, kështu nuk ka diçka për mu zbulu këtu, se ai vend ku shkon nuk është vend i rahatisë edhe i prehjes, ajo është vend domethënë i mundimit, ajo është vend i lodhjes. Prap domethënë dashnia dhe kujtimi edhe nostalgjia merret për vendlindjen, merret për vendin e vet. Aq më tepër nëse e ka internimin në periudhë caktuar, i ka ardhur në diktaturë dhe e ka thonë për shkak të qëndrimeve tua 5 vite ki ndaluar me jetun që këtë vend, ki me shku domethënë diku tjetër. Që i vija ajo është e prit me ka përsysh që ki 5 vjeç, edhe më kthy domethënë te vendi i vet. Ose për shembull, prej rregullave që përvoja dhe mendja e njerëzve domethënë konstatojnë edhe japin rregull është që vendi në cilin kemi ne ti përkohësisht nuk është vend ku duhet me investu shumë. Për arsye për shembull nëse studenti shkon në një qytet, mi kry studimet për 3-4 vjet, nuk është e logjikshme me ble banesë, sepse ai nuk ka me jetu aty. Ose nëse dikush fjala bie lëviz shkaku i tregtisë, ose shkaku i ilaçit, ose shkaku i një terapie, lëviz prej vendit në vend. Ato vende ku lëviz ai nuk ban vatan aty, nuk ban shtëpi, as nuk investon shumë, sepse ato thjesht janë vende domethënë ku kalon. Saktësisht ndodh vëllazër, çdo dy shembuj janë një në mesin e mira shembujve të jetës tonë që njeriu e trashëgon që ket arsyen, që ket mendjen, që ket përvojën e njerëzve, edhe si rrjedhim, domethënë çtu nuk i diskuton. A ka logjik vendin e internimit me konsideru si vatan? Ose, a ka logjik vendin ku ki e kalimtar me konsideru si vend qëndrim të përhershëm? Nuk ka logjik. Saktësisht nuk ka logjik, mirë po me gjitha të domethënë na jena shpesh ata njerëzit që edhe atë çka është e logjikshme e shkelmi, edhe bëmë të parësyshëm duke u përcaktuar tek e kundërta. Saktësisht, qysh e kishmi gjyku një njeri i cili krejt kursimet që ka të jetës, shkon edhe i shpenzon në një banesë në cilën ka me dalë mas një muaj. Ose dikush i cili keq shpenzimet e veta dhe keq kreativitetin e vet për me jetu mirë me një banim, e ka tek një qytet tek i cili ka me qëndruar një vjet dhe pastaj domethënë ka mu largu. Ne e kishmi pa këtë njeri shumë njeri domethënë të cekët, shumë njeri të parësyshëm, domethënë njeri logjik, shumë njeri lakpamos nuk i bani gjatë tillë. Ose për shembull, dikush i cili fjala bie për shembull ka hime në burg, edhe i thurr vargje dashni e burgut, edhe krejt qefet e jetës i ka me burgun, edhe kejtë me nën domethënë se si burgu është për të gjithçka dhe burgu është jeta jeme, veni jam e kështu. Saktësisht çështu i bësh shumë domethënë më ka njëri i cekt. Domethënë një njeri i cili vendin e internimit, vendin e burgosjes, edhe vendin kalimtar, edhe stacionin ndalës dikun, apo aeroportin ose ku diun stacionin ndalës dikun, e konsideron gjithçka në jetë, domethënë kjo është njëri i cekt. Realisht ky njeri i cekt domethënë jemi na. Na që e dimi se që këtë tokë që kina ardhë është veni internimit që Allahu e ka dëbu babën tonë për gjenetit shkaku i gabimit. Edhe kina ardhë që to për me kry një periudhë të internimit. Në kjo veni internimit, i dëbimit, na ka dëbu Allahu subhanahu taala për gjenetit, na do të menejtën me menën të shmukthy që atje. Sikundër që Allahu subhanahu taala na e kalon shumë qartë me kuptu që o ven kalimtar. Domthonë çdo ditë më shumë tyje të shfaqet shenjat edhe argumentet që domthonë shumë shpejt ki mu hek piktuin. Shumë shpejt ki mu përshëndet me këtë vend, shumë shpejt ki mu përshëndet me këta njerëz. A më dha pse na të po që është vend kalimtar, megjithatë domethënë na jena shumë të lidhur me dynjon, jena shumë të lidhur me këtë jetë, ndaj kisha pas dëshirë në vëllezër që këtë ligjërat me pas një çështje tjetër. Saktësisht
me ngu këto argumente që kemi përmend, edhe këto trajtesa me idenë e përbuzjes së vetvetes. Pse na njerëzit e parësyshëm edhe njerëzit domethënë të palogjikshëm që na lidh çka shumë me dynjon, e cila realisht është burgu prej cilit na duhet me dal, edhe realisht domethënë stacioni ndalës që shumë shpejt domethënë kena mu largu domethënë prej këtu. Ndaj Allah subhanahu wa taala në ajetin e radhës në surën Al-Insan, na jena të shpjeguar surën Al-Insan dhe ajeti i radhës që kena ngel domethënë në mësimin e fundit, Allah subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pse pa besimtar din mu bot mbrapsht. Pse njerëzit e rebelum ndaj Zotit din me hupën, domethënë mendjen edhe arsyen. Pse njerëzit i shohin argumentet e Allahut edhe nuk kthehen. Pse njerëzit domethënë i shohin veni pejgamberi bën davet edhe ai s'do më udhëzu. Ku është arsyeja? Ku është thelbi që njerëzit mu ballavaçu me argumentet mëdha dhe prap mos marr me hinudhën e Allah subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu inna haula yuhibbuna al-ajila. O pejgamber, ata e dojnë të shpejtën, e dojnë të ngutshmën, e dojnë këtë dynjë. Çto është poenta? Mon arsyeja pse ata s'kan gatishmëri më rreshtu mas teje. Arsyeja pse s'kan gatishmëri me ek dorë pi shirkut, pi kufrit, pi nifakut, pi mëkateve. Arsyeja pse ata s'kan gatishmëri mu bën njerëz devotshëm. Sa ata e dojnë që ket el ajila. E ka thujt Allah dynjon ajila, të shpejt. E ka thujt ajila. E çka ndodh pastaj kur ti lidhesh edhe do shumë që ket shpejtën, thot wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Edhe shpërfillin në ditë që kam ju ardha më shumë është e rëndë. E shpërfillin një jetë që kam ju ardhë, mirë po është domethënë shumë e rëndë. Kështu që Allah subhanahu wa taala dynjon e ka emërtuar me emra ndryshëm në Kur'an. Një prej emrave të dynjos është el-ajila, e shpejta. E shpejta se shpejt vjen, shpejt shkon. Shpejt vjen edhe shpejt shkon. Mirë po edhe për arsyeve se domethënë arritja e saj është për njerin e shpejt. Mon njerit i duket që arritja e dynjos është shpejt. Për shembull, që tash 2 rekatet e sabat janë më e mirë sa dynjaja dhe shkakon ta. Amo kjo larg, si kjo ahiret, do të më prit ahiretin për me pas se 2 rekatet e sabat janë më mirë sa dynjaja shkakon ta. Amo në diçka shka e punon tan muajin për me marr rezultatin fund muajit, kjo është e shpejt. Edhe njerëzit e dojnë shpejtën kundrejt të asaj të ngadalshmës, asaj e cila ju duket larg. Mirë po, sikur se Allah subhanahu wa taala na jep një mesazh. Kur i thot dynjas ajil e shpejt, se njerëzit e arsyeshëm e kanë një farë domethënie çka i bë shpejt. Njerëz të arsyeshëm e dinë edhe e kanë një edhe përvoja dhe mendja ka pa që shka vjen shpejt edhe shkon shpejt. Shka fitohet shpejt edhe hupet shpejt. Shka shijohet shpejt edhe harrohet shpejt. Domthonë e shpejta nuk është kriter i vlerës. E shpejta nuk është kriterium i vlerës. E shpejta në shumë të rasteve është e pavlerës. Në diçka që e kemi bërë shpejt nuk është shumë premtuese. Allah subhanahu wa taala e çon dynjon domethënë diçka të shpejt, sikurse Allah subhanahu wa taala domethënë na tregon që nëse në punë të dynjës e keni marrë vesh, punë të dynjës e keni marrë vesh se senet e shpejta nuk kanë shumë vlerë, pse s'po e ktheni që këtë kuptim edhe te punë të ahiretit. Punë të ahiretit lypin mu gut me bo vepra, ama rezultati vjen kadal. Rezultati është pas vdekjes, rezultati është pas ringjalljes, po ju duket shumë larg kjo punë. E Allah te barekuhu teala e përgatit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pikërisht me çka domethënia që më kuptu ku është arsyeja dhe thelbi i mos kthimit njerëzve. Dhe kur thomi na mos kthimit njerëzve, na të fol edhe për ata që janë pa besimtar, po edhe këta që janë musliman po shkojnë si kadal. Edhe këta që janë musliman po nuk e kanë domethënë përgjigjen e shpejt për Allahun subhanahu wa taala. Sa është larg ahireti? Sa është larg ahireti? Është larg për gafletin ton. Është larg për gafletin ton, ama për realitetin e Allahut është afër. Thot Allah te barekuhu teala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besu, jeni devotshëm te Allah dhe këshironi çka keni bogati për nesër. Në ahiretit i thot nesër Allah. Dynjas i thot e shpejt, el ajila. E ahiretit i thot ghad, nesër. Mo nesër, ti sado që je i ri nesër ahireti, sado që kimë jetu, shumë shpejt ka më shku kjo pjesë edhe nesër është domethënë ahireti dhe dalja para Allah subhanahu wa taala, mirë po domethënë çiket burgun e dynjas, edhe në çiket stacionin që na nal, kjo e sodit po na duket më interesant se sa e nesërme që është shumë afër, edhe që domethënë e përjetshme, Allah subhanahu wa taala na kërcënon kështu. Allah azza wa jalla kërcënon krejt ata të cilët i japin përparësi kësaj të shpejtës. Edhe e prishin që këtë kriteriumin pëse kanë arën këtë dynja. Edhe e shpërfillin ahiretin, thot kështu. Thot, men kani yuridu l'ajile ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thot, kush është që e ka synim, kush është që o të dasht që këtë shpejtën këna me adhon. Kush i ka syn që tu i kanë metën, të që këtë shpejta, thot, që këtë shpejtën këna me adhon, mirë përsha thot, këna me adhon nasa domi, jo a i sa të dasht, nasa domi edhe kujt domi. Keni vëmendje? Nasa domi
edhe kujdomi, domethënë nuk e merr dynjan sa i të dash ti. Kjo e merr dynjan veç sa ka dashur Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. A mos ta ke qit veç synim dynjan, thot mos ai na kena me gjujt në xhehenem për buzën, edhe domethënë të nënçmuar. Keni vëmendjen çdo. Thot Allah, men kana yuridu al-ajila. Kush është që ato e dasht që këtë shpejtën. Kush ato e dasht që këtë shpejtën. Domethënë, e ka përdor foljen e tashme, kohën e tashme. Domethënë, koha e tashme edhe në arabisht, po në gjuhën shqipe nën kupton vazhdimësi. Ndryshe është mi thon dikujt, a kishe dasht? Edhe mi thon, a i tu dasht? Domethënë, koha e tashme nën kupton vazhdimësi. Sikur thot Allahu, kush e ka që këtë problem, veç aty rrin mend. Domethënë, veç projekte koha që këtë dynjë, që këtë njeri mas mënom të e qojmë në xhehenem. Që këtë njeri mas mënom të domethënë e qojmë domethënë në xhehenem. Mirë, po keni vëmendjen thot, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kush o tu gudh veç që këtë gutshme në memor, që këtë dynjas kena me dhon nasa domi. Domethënë me kader është kjo puna e dynjas. Me kader, veç je kuritë Allah, se me realisht s'ki mujt me morë dhe s'munësh me morë ma shumë se sa ka shkit Allah. Domethënë që kjo është ka je dali pangopër, je shfaqi pangopër, e ki nxjerr domethënë pangopsin tonë shiqare ti veç je kuritë, se realisht i sundel pi kaderit të Allah subhanahu wa taala, edhe thot limen nurit, kuna domi na. Për ahiretin Allah e ka lënë derën qel kejt me fitu, veç plotësoj kushtet. A për dynjan munësh ta mi plotësu kushtet dha 5 tep Allah. Në dynjan Allah s'jap kreve. Limen nurit, kuna domi mi adhon, lëmën në kuptu, që mund është kejt kodet e suksesit dynjas mi pas edhe 5 në merë. A mos mundët me thonë dikush unë, edhe kom imanin, edhe kom devotshmërinë, edhe Allah e 5 madha xhenetin. S'ka kështu në ahiret. Në ahiret veç e plotson kriteriumet kime fitu. A në dynja edhe mi plotsu, mund është domethënë mos mi fitu. Çka thot ajeti i radhës? Thot, o men arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Thot, e kush e do ahiretin, kush e ka synim ahiretin, edhe përpjekjet i ka për ahiretin. Kush përpjeket me e fitu ahiretin. Wa huwa mu'min. Edhe këtë e ban me besim. Sa e beson bëndshëm që ka ditë gjykimi, beson bëndshëm që ka ringjallje. Thot fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allahu përpjekjen e tyre ka me e shpërbly me mirënjohje, me shukër. Që e këna trajtu në ligjatat e mëpashme, domthonë jo vetëm që të shpërblen, po të shpërblen më shumë sa meriton. Jo vetëm që është problem, po ta shpërblen edhe duke ti mblu mangësitë, edhe duke ti te kalu domethënë gabimet. Keni vëmendjen ndër vëllezër, janë 3 kushte. O men arada al-akhirah, kush e do ahiretin, domethënë dush me pas synim. E dyta, wa sa'a laha sa'yaha, edhe ka përpjekje konkrete, domethënë do të kushti i dytë do të me pas përpjekje. Përpjekje për fitu ahiretin. E para synimi, e dyta përpjekja, e treta thot wa huwa mu'min, do të me besu. A do është besimtar, domethënë e ka domethënë besim. Keni vëmendjen çdo. Thot Allah subhanahu wa taala, men kana yurid, kush është që do. Yurid është koha e tashme. Këtë ai shka do dynjon. Kurse kur fol Allah subhanahu wa taala për ahiretin thot wa man arada al-akhirah, kush e ka dashur ahiretin. Fol kohën e kaluar. A di për çka? Se realisht çdo detaj në Kur'an e koni domethënie. Kur po fol për këta dynjës, po thot këta që e dojnë kohën e tashme. Kur fol për ahiretin, këta që e kanë dashur ahiretin. Sikur do Allah subhanahu wa taala në përmjet kohës së kaluar me na çutë nafaka e parë, të fatit, të kaderit, si nafakë keni pas ju me dash ahiretin. Do thonë, unë kam dash ju me dash ahiretin. Do thonë kjo është shumë herët, kjo është shumë ngjarje e hershme që keni pas nafakë, ju kom kriju, që ju jeni kanë njerëz të ahiretit, nuk i kanë njerëz domethënë të dynjas, edhe ç'po fundon ajeti, thot fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Thot që tash ka përpjekën për ahiretin, e dojnë ahiretin, e kanë projekt ahiretin, besojnë ahiretin, thot përpjekën e tyre nuk ka me shpërblyme me shukër, domethënë me mirënjohje, më shumë se sa kanë bën. Sikurse do Allah subhanahu wa taala nuk po thot kom i shpërbly, po thot kom me ka me qenë mirënjohës. Nuk po përmend fjalën shpërblim, po mirënjohje. Pse? Sikur domethënë Allah subhanahu wa taala domethënë veç që të ka shku menja, veç që e ki dash ahiretin, edhe veç që e përpjek, unë kom të dhon, ani pse ti si ki bash punë për çat shumë shpërblim në ahiret. Domethënë nuk i kiti bash për çat shumë katë në xhenet, çat shumë kopshte në xhenet. Amon jam mirënjohës, se ti e ki pas synim, e ki pas përpjekje, edhe e ki pas domon besim tek Allah subhanahu wa taala, kështu që ki më marr më shumë sa puna jote. Ki më marr në ahiret më shumë se sa puna jote. Thot Allah subhanahu, men kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthi. Kush do më shumë me lavëru të ahireti, thot na ja shtomi lavrën. Kush do më shumë me fitu të ahiretin e shtojmë fitimet. Thot o men kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Ama kush do të ka qit projekt veç
tokat, edhe fushat, edhe arat e kësaj dynjaje. Thot na s'kena milon këtij asnjë hise në ahiret. Domethënë njëri i cili si intereson ahireti, është për formave të zhveshjes së tij për besimit. Kur ai domthon s'do me hiç për ahiret. Nuk do absolutisht domthon kur gjë nuk i kupton atij domethënë projekti domethënë i ahiretit. Kështu që a bëhet ky muhabeti i ahiretit, i xhenetit veç muhabet dhe dëshirë, apo do ta diçka tjetër. Allahu tha: "Wa man arada al-akhirah", kush e do ahiretin. Apo ndonjë ajeti çdo jo, "Wa sa'a laha sa'yaha", edhe pati një përpjekje konkrete për fitu. Domethënë nuk mjafton thjesht me thonë unë e du xhenetin. Unë e du sevapot, unë i du dyrt mu qel, dyrt e xhenetit, jo. Përveç kësaj duhesh me pas domethënë një projekt konkret, kështu që unë e du xhenetin. Amo namazi nuk e kam prioritet. Kjo s'ka ç'u më kuptu. Unë e du xhenetin. Amo devotshmërinë se kam gjyrim. Kjo s'ka ç'u më kuptu. Unë e du xhenetin, amo feja s'mundet me menaxhu mu jetën. Shumë tepër është feja me hin çdo pjesë tjetër teme. Mjafton feja me hitë namazit, dhe pjesë tjera unë e baj çysh unë të më mermeja. Mund çështu fitohet xheneti. Që kjo është domethënë që ka qit projekt me fituar domethënë ahiretin. Kështu që ndërlëzër njeriu merr në rregull në jetë. Njeriu është përpjekja e tij. Çka je ti? Më shumë sa emri jot, edhe mbiemri jot, edhe periudha jote, edhe kultura jote, ti je përpjekjet e tua, ti shka je tu orvat, ti shka je tu përpjek ç'ky jeti. Domthon, je i përpjekjeve të ahiretit, ti je njëri i ahiretit, je njëri i përpjekjeve të dynjas, ti je i dynjas. Njëri është thjesht emër mbiemër i përpjekjeve të tij. Domthon, e ka përpjekje dijen bëhet dietar, e ka përpjekje ibadetin bëhet ibadetxhi. Njëri është rezultati i përpjekjeve. Kështu që Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka kallëzu 3 forma të përpjekjeve që njerëzit kanë befasun ditën e gjykimit. Përpjekja e parë, thot Allah subhanahu: "Ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim." Dalin njerëz ditën e gjykimit para Allah subhanahu wa taala dhe thojnë: "Mirë për neve shkakukshmi tu bajt për srani." Je përpjek, gjunat e tua janë përpjekje. Pasuritë e tua që të largu pi Allahut janë përpjekje. Sukseset edhe arritjet e tua që të kanë bërë mendje madhe, ato janë përpjekje, apo përpjekje që kemi bajt për sranin ditën e gjykimit. Përpjekje që kemi bajt për sranin ditën e gjykimit. Kjo përpjekja e parë. Përpjekja e dytë thot Allah subhana: "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Aty kallëzojmë juve kush janë njerëzit me veprat më të humbura, me njerëzit që s'kan kurrë rezultatin ditën e gjykimit. Thot alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Janë ata të cilët kanë pas përpjekje këtë dynjë, ama i kanë pas dallash. Kanë pas përpjekje në këtë dynjë, po i kanë pas gabim, me pa diko fatkeqësi këtyne. Thotë se në dynjë këta kanë menuar që janë mirë, këta kanë menuar që janë në rregull, në dynjë këta kanë menuar, o kanë probleme këta mushty. O kanë probleme këta mushty, se këta janë kanë shumë të bindur, se këta janë tamam. Ama këta befasohen ditën e gjykimit dhe zhgënjen me përpjekjet e tyre. Domethënë e kena e para përpjekjet që kemi bajt për srani. E dyta përpjekjet që kanë me të përvelu prej domethënë zhgënjimit edhe domethënë të keqës, kur ta kuptoj që e kanë këtë gabim. Edhe përpjekja e tretë, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Përpjekja aty në çopër ahiret ka mu gjetë me mirënjohje. Ata kanë me gjetë mirënjohjen e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që me menuar njerëz që ndër vëllezër, që këta që nuk mjafton domethënë në jetë thjesht dëshira, po dush me pas punime. Dush me pas punime me Allahun. Dush me pas punime që i të dash mu përpjek me ardh deri te fitimet e ahiretit, kështu që ai që ka punime, edhe ka punime sevapin, ja gjen ullën sevapit. Ai që ka punime tobën, ai e di ç'mu kthy. Ai që ka punime me fitu falin Allahut, ai nuk largohet pi derës Allah subhanahu wa taala. Ti kërku falje. Ai që ka punime me Allahun subhanahu wa taala dhe ai që ka punime me shpëtuar, e di ç'do të më apo hizmetin farzit, edhe ç'do të më largu domethënë prej gjunave. Keni vëmendje çtu një detaj ndërlëzë. O men arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Kush e ka synim ahiretin, edhe bën përpjekje për të. E ka përdorur Allah subhanahu wa taala foljen sa'i, domethënë emrin e preardhur për foljes, domethënë sa'a. Sa'i, sikur që është sa'i, domethënë kur bani umre, kur bani haxh, në arabisht është ecje e shpejtë. Domethënë nuk është përpjekje. Është përpjekje ku gutesh për ahiret. Është përpjekje kur e merr domethënë me nguti, e merr me shumë entuziazëm këtë punën e ahiretit. Nuk e ki këtë punën e ahiretit me çtyme. Nuk e ki veç do të më nguni 100 derë se për më ujtë me bëni sevap. E ki domthon me nguti se e ki kuptuar se kjo është domthon projekt i madh për me fitu ahiretin. Është projekt i madh për me fitu xhenetin e Allahut, është projekt i madh me fitu afërsinë me Allahun te bareke ve taala. Kështu që njerëzit shumica shkojnë kadar ka ahireti.
Mos fumi që shumica janë këtë larë, po këta që janë afër islamit, këta që janë të oborë islamit, këta që janë rrëdh xhamisë, se ka xhamia, ecin drejt ahiretit e kanë të ngadalshme. Fatkeqësisht. E atëherë pse njerëzit mohojnë, pse çroditën, pse rebelohen, pse shkojnë kadal, edhe pse dembelohen e nuk i kanë syt ka ahireti. Thot Allah subhanahu e jep një përgjigje në surën Al-Qiyamah. Thot kalla bal tuhibbun al-ajila. Kurse si nuk është ajo arsyetimet e juaja. Kurse si nuk është ato mohabete e juaja. Bel tuhibbun al-ajila. Këtë problemi ose ju jeni lidh për çka të shpejtën. Këtë problemi ose ju e doni fort domethënë çka të shpejtën. Çka të ngocshmën çka domethënë dunjaja, o të dharun al-akhira. Edhe keni hek dorë për ahiretin. Jo as projekt se keni ahiretin. Qysh se ki projekt ahiretin. Po shumë e thjesht se domethënë një dhikr që t'jap një pemë xhenet, ty nuk ta gëzon zemrën. Nuk ta gëzon zemrën, nuk ka projekt i madh një dhikr edhe do rekate nafile edhe ku diun çka që ta bëjnë në shtëpinë xhenet. Ky nuk ka projekt i jot. Projekti domethënë qysh me mujt mishtu vetëm të mirat e domethënë e kësaj dynjaje. Kështu që Sheikh Ibn Sakrani, Allahu ja largoi brengat kur fol për këtë jetë. Kalla bel tuhibbun al-ajila. Kurse se ju thjesht e doni çka të shpejtën. Thot na e shohin sot muslimanin që çohet për orarin e punës pa frym. Na e shohim muslimanin sot që për një termin fluturimi të shkon thot për ora 2 natës 2 orë para vakti. Thot na e shohim muslimanin sot që për një takim me një zyrtar thot shkon para vakti. A më veç kur vjen puna e namazit sabat, ky thot unë kam gjumin e ron. Thot kella, nuk ka çashtu. Bel tuhibbun al-ajila. Thjesht ju e doni më shumë çka dynjë. Thjesht e doni pak më shumë gjumë, pak më shumë rahati, pak më shumë qefe, pak më shumë domethënë komoditet të rrejshëm të kësaj dynjaje, çto puna. Domthon çto gjumin e ron nuk po vlen të takimet, nuk po vlen të puna, nuk po vlen të fluturimet, nuk po vlen të edhe kjo, madje dikujt me ik fluturimi bëhet objekt tallje ndoshta në familje me vite të tëra. Apo i ka ik fluturimi aty. Amo muslimani që i hik, më me javë, me 2 javë, me mujt, më kjo është bën normale. Pse? Se keni hek dorë për ahiretit. Shumë thjesht, ju e doni shumë të ngocshmën, edhe domethënë e keni shpërfill domethënë ahiretin, kështu që ku të çon çka dashuria për dynjon. Keni vëmendjen. Dashuria për dynjon. Që kjo lidhja e keqe për dynjon. Që kjo lidhja e tepruar me materien. Çon pin gjunojnë gjuna, pin gafletin gaflet. Prej verbëris verbëri, madje mos mram ti mundot me të çun kufër. Thot Allah subhanahu kur flet për kufrin, thot wa man sharaha bil kufri sadran fa alehim ghadabun min Allahi wa lahum adhabun adhim. Kush ja ka zgjenu gjoksin kufrit? Kush ja ka qel zemrën për kufër? Thot le ta dihet që mbi të është hidhrimi i Allahut dhe ai ka pas një dënim të dhëmshëm. E pse njerëzit marrin çto? Thot dhalika bi annahum istahabbu al hayata ad-dunya ala al-akhirah. Thot se këta e kanë dashur më shumë dynjan kundrejt ahiretit. Shumë e thjeshtë është. E kanë dashur më shumë dynjan kundrejt ahiretit. Thot wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah nuk i shtin udhën njerëz pabesimtar. Thot ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Allah ja ka vulosur në zemrat, shikimet edhe dëgjimet e tyre se janë lidh për dynjan. Wa ulaika humul ghafilun. Dhe këta janë njerëz gafila, këta janë njerëz pavëmendshëm. Çysh është gafil? Domethënë gafil i bie i thuaj jeto kalimtare. Ai të po jeto të shku, ka nis më të shfaq shenjat që domethënë nuk je më të urinu, je duke u plak, janë tu tik shok, janë tu të shkuë moshatart apo kanë dekt afër. Absolutisht domethënë kjo si bën kur fal përshtypje. Kur gjin fal përshtypje nuk i bën që domethënë të shku dynjaja dhe është duke shku drejt Allah subhanahu taala ose për shembull gafleti të musliman. Muslimanët e kanë pjesë besimit, besimi i tyre është i pavlefshëm nëse nuk besojnë kader. Besimi i muslimanëve nëse i mungon kaderi, sa musliman maj, s'ka imanaj, se pi kushtëve të imanit me besun kader. Mirë po domethënë çeta musliman, qasin ndaj dynjas, qasin ndaj pasunisë, qasin sikur nuk mund të ekzistojë tema e kaderit në jetën e tyre. Mënyra çysh aty ju vret zemra për shkak të kësaj dynjaje. Edhe mënyra çysh domethënë flakërohen për mesin e kësaj dynjaje, është e barabartë ose shumë e ngjashme me dikën që nuk beson ahiret, dikën që nuk beson domethënë kader. Që kjo është gafleti. Që kjo është gafleti ku ti domethënë i radhit edhe i reciton kushtet e imanit, ama kur ky vjen ky imani te çështja e dynjas domethënë sikurse hub ose për shembull muslimani pa vëmendshëm edhe muslimani gafil i sodit, musliman që i ka çorëdit dynjaja sidomos kohën bashkëore, është ajo pjesa që konsiderohesh për mëkateve shumë të përhapura, por mos më thon kush ka shpëtu. Çka thonë më gjejmë hallakat gjej kush ka shpëtu për çdo gjunoj. Është mendimi i keq për Allahun se njerëzit mendojnë që meritojnë më shumë sa është t'u dhënë Allah. Shumica e njerëzve në gjendjen që është mendon se ai meriton më shumë se kaq. Po Allah sot ja dhon. Kjo mendim i keq, kjo mendim shumë i keq për Allahun subhanahu wa taala.
E Allah te barekuhu teala denonson këtë në surën Al-Fajr. Thot fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Insani si ti japë Zotit mirën këtë dunjë, si ti ndreq renat këtë dunjë, thot për shembull Zoti më nëron. Thot wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Pak më ngushtu Allah i renat, thot Allah më nënçmoj. Allah s'po më nëron. Allah më çoj të poshtë. Domethënë ky ka mendim të keq për Allahun. Ky se një Allahun te barekuhu teala. Ky nuk e një Allahun subhanahu wa taala. Edhe mendon se mëkat është vesh një mëkat ku ai vetmohet me një gjuna. Mëkat është vesh një mëkat ku domethënë e bën ndonjë shkelë dikon. Jo, kjo mëkat që ta ka zon zemrën. Ama pse ta ka zon zemrën? Se u lidh zemra ku nuk u dash mu lidh, edhe rrjedhimisht domethënë ka ra domethënë gaflet, ndaj në vëllezër kom tendencën e drejt për drejt me bë si thirrje momentet ku një ditë, një javë ty apo bashkëtorët tonë apo fëmijët tu i anon shumë zemra ka dynjaja, shifat javë si të rrezikshme. Domethënë shifat situatë rreziku, mos e shih domethënë si situatë normale. Nuk ka situatë normale se këtu nisa me Allah alem ku përfundon. Mos më të mund të përfundu domethënë shumë keq. Kjo si e thotë Ibn Xhauzi. Thotë e dunja fakh. Thotë dinë thotë se dynjaja është kurth i gjuetis. Ku dir gjueti atë gjahun që do me zon ja letin një cop mishi që ai mu ofrua pastaj ti me gjujt. Thotë dinë thotë se dynjaja është thotë cop mishi po që është vën për gjueti. Wal jahilu bi awwali nadhratin yaqa. Thotë ai shumë jahil si ta shofe atë farcopën me një shlot më saj. Çfarë ide? Se di që është domethënë në shënjesën e dikujt që u dosh me gjujt. Thotë wa amma al-aqil al-muttaqi fa huwa yusabiru al-majaa wa yaduru hawla al-hab. Thotë ama i që është i mequr, edhe nëse thotë është që o t'ju hongër që ajo shka është vë kurth. Thotë janis duran edhe vesh shko sillet rreth kurthit, po nuk bën kurth. Nuk bën kurth. Thotë wassalamatu ba'ida, ama që tash ka din që shtu minet dynjas thotë janë pak. Shumë zorë marrë që të. Shumë pak janë që e ka përsen që këtë provim. Thotë fe kem min sabirin ijtihada sinina thumma fi akhir al-amr waqa. Thotë disa njerëz thotë e kom pa që u kon larg dynjas. A disa njerëz e kom pa që u kon faqebardh. A më hej ka funi ymrit u kurit. Ka funi ymrit thotë u kurit. Thotë fel hadharu al-hadhar thotë hapi syt. Thotë faqad ra'ayna mimman kana ala sanani sawab thumma zalla ala shafir al-qabr. Thotë disa njerëz thotë e kom pa që u kon burrë mirë. Thotë në buz varrit karshit. Domethënë kur u kon një kom për mi dhe 1/10 çatare karshit. Çatare ka dynjaja edhe është kurit. Çatare domethënë në formë pi formave se si u ka ekspozuar dynjaja, edhe thotë ka dalë domethënë prej renit. Çka i bëj çika ndër vëllezër për skaj varrit, buz varrit. Ose domethënë krejtësisht afër domethënë një kom për mi dhe 1/10. Ai bevesh më kanë një plak i kurrisur. Thotë Allah subhanahu wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Kur të hinë njerëzin në xhehenem nisin me bërtit thonë o Zot nxirrna pe çitujt të kthehemi edhe një herë e të bëjmë punë të mira jo që shkina punu. E i thuat në xhehenem këtyre njerëzve thotë awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Thotë as ju kena dhënë juve ymër boll për me mujt më kujtu? As ju kena dhënë ymër këtë dunjë boll për me pas menutë që ka ditë gjykimi? Thot wa ja'akum an-nadhir, as ju ka ardhur juve paralemruesi? As ju ka ardhur juve paralemruesi? Abdullah ibn Abbas, sikur se përmendim në Kathiri, Ikrima, Abu Ja'far al-Baqir, Katade, Sufjan ibn Uyayna, thojnë që ky paralemruesin, që ka aja, që i thotë Allahu në ditën e gjykimit xhenem live, as ju ka ardhur juve dikush më u kallzu, një paralemrues? Kan thonë paralemruesi këtu janë thinjat. Në moment që të ka dalë një thinj, kjo alarm që domthonë jo të ardh funi. Është alarm se jeta jote është shu drejt vdekjes, domthonë jetu bë gati drejt banesës të pashmangshme, që është domthonë në varri. Domthonë Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit në xhenem i thotë përderisa ju kam thënë në juve në shenjë, në trupin e juve. Ju i keni pa thinjat, edhe ju s'keni menuar me reflektu që do të bëj gati për çka ditë. Domthonë çmuar se tu ju në ditën e gjykimit. Çku e keni ju domthonë të drejtën marsitu. Imam Baghawi përmend në një athar thotë ma min sha'ratin tabyaddu ila qalat li ukhtiha ista'iddi faqad qaruba al-maut. Ka thonën, ka në transmitime, që së herë që një kime njeri të thihet, i thot tjetrës banu gati se deka afër. Më thonë na që të shenja, Allah s.a. i kalon shenja dukshme për njerin arsyshëm. Me kuptu dhe më thonë që jetë të shku ka vdekja. Iyas ibn Qatada, njën për tabenëve, që ka qenë për imamëve të tabenëve, transmitohet kër e ka pa e kimën e parë në mjekrën e ti.
thot ara al-maut yatlubuni. Ju ka thonë shokëve të vet, edhe xhamatit vet, ka thonë jam të pa që vdekja është shluar në kërkim. Vdekja u lshu në kërkim, mu ka lshu mu. Thot wa arani la afutu, thot edhe nuk më ik. E di që mu ka lshu dikush më mëzon, po e di që s'unë iki. Thot a'udhu bika rabbi min fujaati al-umur, o Zot rujun për befasive të këqija, se vën momenti befas vesh e gjen vetëm banori varrave. Thot ja beni Saad, i drejtohet kabiles vet, popullit vet, fisit vet. O fisi jam. Thot qad wahabtu lakum shababi fahabu li shaybati. Thot unë kur isha i ri, ja u dhash rinin teme, t'ju mësua dhe t'ju bë davet. Thot ma bani halal, bëmani bile mu hedia, thot pleqnin teme. Thot felezi me bejtehu edhe mo mshel në shtëpi për ibadet. U mshel në shtëpi për ibadet, se u kuptu, dhe më thonë mbrina sa mbrina, tash mo do të mu drejtu ka ahireti. Tash do të mu drejtu, dhe më thonë për me prashit arën e xhenetit. Tash do të mu përgatit për me mujt me gjetë sa ma shumë, dhe më thonë në pallate dhe ndërtesa, dhe më thonë xhenetit Allah subhanahu wa taala. Kështu që, çka për skaj varrit? Për skaj varrit është domethënë kur trupi jote dhe pamja jote edhe shumë shka nis me të kallëzu se mo nuk është sikur se përpara. Moje tu shku ka varre. Shka për skaj varrit? Për skaj varrit është ku ja nis dikush pi moshatarëve tu me ndrujet. Madje edhe kur ndesin të afërmit të tu, madje edhe kur des baba jot. Madje edhe kur des dyshu jot është afër vdekja jote sepse po të kallëzon që lloji jot tu shku, se ti pi çati lloji kjo ardh. Domethënë këto janë shenja që si Allah subhanahu wa taala të ban gati për më përgatitur domethënë për vdekjen. Me po keni vëmendjen në vllaznit të çka narrativ kuranore. Kalla bal tuhibbun al-ajila. Kurse se nuk ka çu pretendojnë ata, po ata e dojnë domethënë të shpejtën, wa tadharun al-akhira dhe shpërfillën e hakni dorë pi ahiretit. Ose te sura al-insan inna haula yuhibbun al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ata e dojnë shumë domethënë çka dynjon e ngutshme. Edhe thot hekin dorë dhe s'interesohen për atë ditë rënd që ka marrë dita e gjykimit, sikur Allah po na thot në çdo dy ajete, çdo dy pasazhe kuranore. Të dyja në fillim po thotë e doni dynjon, e pastaj e shpërfillni ahiretin. Sikur lën rregull, s'ka shans, mu lidh dikush me dynjon, vetë ka më dëmtu ahiretin e vet. S'ka shans, nuk bëhet kjo. Do të thonë dikush jo ne jam super i lidhur me dynjon, ama kur kun kesh nuk mes me punë të ahiretit. S'ka shans. Allah subhanahu wa taala dy herë përsin në Kur'an që lidhja e fortë me dynjon nën kupton dëmtim i projektit tan, domethënë të ahiretit. Isha thaj Ibn Jauzi, "Was-salamatu ba'ida." Me mujt me pështu, mos me rënë këtë kurth, është shumë larg, është shumë domethënë e rrallë. Pse është e rrallë vllazni? E shënojmë Buhariu Muslimi për Abu Hurajra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qalbu al-kabiri shaban fi ithnatayn." Njëri edhe kur të plakët, zemrën e ka triut në dy gjona. Edhe kur të plakët, zemrën e ka triut në dy gjona. Thot fi hubbi dunja wa tulil amal. Dashnin për dynjan edhe shpresën e gat me rnu ala. Çdo dyja nuk i plakën njerit. Çdo dyja nuk i plakën njerit. Mirë, po megjithatë ka zgjidhje. Megjithatë ka zgjidhje, nuk mund të mungon kjo punë pas zgjidhje. Zgjidhja e parë në vëllezër është me njoft realitetin e dynjas, edhe me jetu të ja sforcu vetës realitetin e dynjas. Mos sa herë që merr dynjaja me kthetrat e veta me të morë përpara, me ja kujtu realitetin e dynjas vetvetes. Thot Allah subhana, "Wa farihu bil hayati dunya." Njerëzit këtë çefët i kanë, këtë gëzimet i kanë me dynjë. E mrrinë në dynjë, mu bën dynjë. Thot, "Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'." Mirë po thot të mirat, mirë po thot jeta e kësaj dynjaje kundrejt ahiretit është veç kënaqësi kalimtare, nuk zgat. Çka do që u konën interesant, çka do që u konën e shishme, çka do që u konën mirë, çka do që u konën sukses, çka do që u konën që të ka përmbush, u kon shumë kalimtare, u harxhu shumë shpejt. Me një hadith që shënim Muhamedi Muslimi për Jabir ibn Abdullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen i sheh sahabët në treg, edhe tregu, disponimi i tregut e keni parasysh, edhe sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një kafshë të vogël shtëpiake, po që u kon me tmeta, edhe ngordhën, edhe me tmeta edhe ngordhën. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu an hadha lahu bi dirham? Thot kush po do me morë që këtë për një dirham? Edhe thon ja Rasulullah, kjo gjallë më pas ka njëri se merr. Gjallë më pas ka se merr, sa është domthon shumë kafsh, edhe e vogël, edhe e imt, edhe me e gjymtume. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Wallahi dunya ahwanu ala Allah min hadha aleikum." Se e pashallon dunja e Allah është më e pavlerë sa që kjo shenjit e nënshbujo. Ma e pavlerë dynja e Allahut sa që kjo kafshë vogël e coft, domethënë që ju domethënë pa nënçmani, sikurse kur e kanë pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikurse shënim Tirmidhiu, shërgojnë thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Mas'udit, kur e kanë pasur ushqu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej gjumit edhe i kanë me gjurmët prej shtrojës së keqe, e i kanë thënë Rasulullah të kish mi punë diçka pak më të mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya", çka është puna jeme me dynjan? Çka është shembulli jeme me dynjan?
Thot ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Thot shembulli jam me dunjan sikur se shembulli i dikujt që është në udhtim, e udhës u lodh diku në ka hinë në një hije, me pushu pak, thot pastaj domethënë çohet edhe hec. Domethënë thumma raha wa tarakaha. Çohet edhe hec, domethënë çetërkun ja kam sy. Domethënë njeri te hija nuk e ban jetën. Te hija nuk e ka projektin, te hija nuk i ka synimet të mëdha, te hija veç unal me pushu pak edhe domethënë me vazhdu, kështu që vazhdimi është domethënë mu taku te kopshtet e xhenetit. Çka zgjidhja tjetër është me njoftë realitetin e ahiretit, jo veç dynjas, me ditë edhe realitetin e ahiretit me sforcu në domethënjet e tona, thot Allah subhana, wala darul akhiratu khairun lil ladina yattaquna fala taqilun. Thot jeta e ahiretit është më e mirë për njerëzit e devotshëm. Veç ai të menu, veç ai keni logjik, veç ai të pasë çështon, domthon pak me menu, e kupton që dynjaja nuk është më e vlefshme se ahireti, e kupton që ahireti është më e vlefshme domthon se sa dynjaja. Sa është më mirë ahireti se sa dynjaja? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që shënon Imam Ahmedi ibn Buhariu prej Sahel ibn Sa'dit, thot mawdiu sautin fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vesh një cop vënë në xhenet, ku mundesh me vendos kamxhikun tënd. Sa mund të më vone? Pak centimetra. Thot një vend në xhenet, ku mundesh me vendosën një kamxhik, është çaj vend më i shtrenjtë, më i mirë, më i çmuar, më krejta sa dynjaja shkon ta. Domthon ti kimë pas dynjajën që nuk ja shet çosh, kimë pas xhenetin që nuk ja shet çoshin. Kimë pas xhenetin sa 10 mbretër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë vesh një cop, ku ti mundesh një kamxhik me vendosën, një litar me vendosën, çaj vend është më i mirë se sa domethënë dynjaja e çka ka domethënë ta. Ndaj ndonjëse njeriu ku nuk e di realitetin e dynjas, a nuk e di realitetin e ahiretit, nuk dhe me menaxhu mirë pastaj dashnin që po thonë e natyrshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë që nuk plakët dashnia për dynjën, nuk plakët. Ama duhet më menaxhu mirë. Se shumë punë mundesh me pas, edhe hasedin mundesh me pas mrena, mo duhet me ditë me menaxhu. Mundesh shumë gjëra tjetër me pas, po duhet me ditë me menaxhu. Njeri ku nuk di me menaxhu mirë, pastaj e bën dynjën garë dhe shkatërrohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që Imam Ahmedi Buhari Muslimi pe Amr ibn Aufit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë: "Fa wallahi mal faqra akhsha alaykum." Pashallah nuk tutna nëse ju bëni fukara. Nuk friksohem nëse ju bëni të varfën. Walakin akhsha an tubsat alaykum ad-dunya. Përkundazi ajo shkon frikson për ju është kur t'ju çelë dynjaja. Thot kema busitat ala man qablakum, sikur si është hap dynjaja aty që kanë qenë përpara jush. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum. Edhe keni me hin garm njëri tjetrin. Kush po bën jetë më të mirë, kush po bën jetë më luksoze, kush po është përfaq më shumë domethënë ekstravagoncën e tij tjetër se kështu me radhë. Thotë keni me hin garm derisa të shkatërrohen. Derisa të bëni ilaç. Çuçi bën u ilaç? I bie ilaç. Domthon kit e keqën, ti shka e ki me dikan, kryesisht e ki për dynjë. Edhe kit keqën tjerë që kanë me ty, kryesisht e kanë për dynjë. Shka ka më të qartë me dalë çka hadith në jetën tonë të përditshme. Domthon çka profeci, çka pa elementin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo përditshmëria që na e shohmi. Edhe para hatien tonë për çka e ki? Para hatin jo rahat se i ki fëmijët në spitale. Para hatin e ki se domthon anëtarët e familjes domthon i ki nën sulme ajrore. Jo thjesht para hatin e ki se dikush tjetër ka mbrih pak më shumë se në mbrih në chat. Çatu e ki para hatin. Domthon çka tu të shkatërru. E çka të shkatërrim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë e ka përmend ndaj një pijona më të këqija që i ndodh njerit që i jep dynjas përparësi kundrejt ahiretit, thot Allahu subhana ya ayyuhan nasu inna wa'da Allahi haqq. O ju njerëz dini se premtimi i Allahut që ka ahiret, ka xhenet, ka xhenem, premtimi i Allahut është hak. O po më kjo s'ka dyshim kët. Thot fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya. Mos ju mashtoj jeta kësaj dynjë. Mon kam të mashtru. Qatë që kam të mashtru, sa që jenë gjendje me shpif, jenë gjendje me shkel, nder, jenë gjendje me hin haram, jenë gjendje me hin kontratat dyshemta, jenë gjendje me hin hak dikujt, jenë gjendje me shkel këtë kufint. Thjesht se domethënë të ka mashtru jeta kësaj dynjaje dhe ke harru që ka një ditë domethënë të dalës para Allah subhanahu wa taala, fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya. Mos ju mashtroj jeta kësaj dynjaje. Çka fjala mashtrim? A është domethënë fjali që njerëzit e pjekën nuk e dojnë jetë. Me thonë dikush të kish mashtru filanin tregti. Ti e merr për nënçmim. Jo, domethënë çysh e merr për nënçmim punën e jetës përditshme, dush me morë edhe në çështën e fesë kur të mashton dynjaja domethënë ti je i pa arsyeshëm, je i pa pjekur, edhe kur nuk e menaxhon mirë, e nxjerr pastaj dynjon, domethënë parsore, ahiretin e lëç atje nart treni për ahiret mirë mos art çnosh, thot Allah subhana bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, keq kjo se ju jepni përparësi jetës së dynjaja, wal akhiratu khairun wa abqa. Ama ahiretin e keni më të sigurt, edhe më të përjetshëm. Njeri i arsyeshëm, veç kur e di çfarë përjet, është përjetësisht nuk mundet me i dhon dynjas përparësi para, domethënë ahiretit, ku nuk e menaxhon mirë dashnin për dynjan, nuk di çysh dynjan me shfryzu për fitu ahiretin. Njerëzit e mençur, sahabët e devotshëm, sahabët ndërvëllezër, sahabët
të aspekti dynjos, sidomos mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një mori e madhe sahabëve. Në punë dynjojës janë qenë më mirë se muslimanët e sotit. Domthonë sahabët edhe qytetërimi i sahabëve u kon qytetërimi më i pasur që ka pas njerëzimi. Ama ata si ka prish pasunia. Ata si ka dallashit, domthonë pasmja. Kami ata si ka qit piullë, sa ata janë kon të edukuar me çdo ajete. Ata janë kon të edukuar me çdo synime. Ama çdo synime, synime që është dynjojën me bë ur për ahiret. Qysh pasunin me bë vegël për me fitu ahiretin, ata këtë çdo pazar kanë pas. Ku asu Abdulrahman ibn Awfi se ka prish pasunia. Për çfarë Talha se ka prish pasunia. Për amna transmetohet pi gryes së Talhas radhiyallahu anhu. Që Talhën e ka pat mërzitun a dini kur? Thotë kom pas zakonisht kur dita cilën ka fitu shumë e nata e ka zonë me më pak sadaka. Thotë domthon përderisa Allah sot më shtoj shumë, e mëzuni nata pa shpërnda, e ka pat Talhën burrin e vet, Talha al-Fayyad, i kanë thonë Talha i rrjedhshëm qesenal. Se domthon e ka ditë se Allahu tu më përzgjell me pasuni për me bë diçka. Allahu tu më përzgjell me çiket me shumë me bë diçka më të madhe. Për arsye Muhamedi ibn Munkadir ka thonë ni'mal aun ala taqwa Allahi al-ghina. A disat një imam për më koni devot shumë pasunia. Muhamedi ibn Munkadir, imami për imam selefi thot pasunia është me të një mu bë takva. Na e kena shumicën e muslimanë bashkë kur bojnë ata dalin piullës. Bashkë kur t'ju ndreqin rrehen ata dobësohen. Domthon kjo është këtë në kontra me asaj edukate, sepse ata në eduku me kulturën e Kuranit e Sunetit, e nëjna eduku me kultura tjera, edhe kjo është rezultati, inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ata e dojnë çka të gotshmën, edhe e shpërfillin atë ditë që është ditë e rënë. E Talha e ka ditë që ahireti është ditë e rënë, për çka ka thonë? Talha edhe Abdulrahman e ka ditë që ditë e ahiretit e rënë do të më bëj diçka për më bëj të lehtë. U dosh më bëj diçka për më bëj domethënë atë ditë të lehtë, kështu që udhëzimin e kanë marrë vllazni në Kur'an. Keni vëmendjen fjalën thaqila. E rënë, në Kur'an ka ardhur 2 herë. Fjala thaqila e rënë ka ardhur 2 herë. Hera e parë ka ardhur te ajeti. Dita e gjykimit do ditë e rënë. Ajeti 2 thot Allah subhanahu inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na ty kena me ta zbrit në Kur'an që o fjalë rënë. Sikur ka dashur të thonë Allahu njerëzimit, si doni më letu ahireti, ndreshni bot kuptimet me çket fjalë. Si doni ahiretin me pas lehtë, doni mu ndresh me çket Kur'an. A si ti ndresh bot kuptimet e tua, kultura jote, familja jote, fisiat, priorde jote, trendi i venit, ato nuk janë garantues për me ti letu domethënë vështirësitë e ditës së gjykimit. Përfundon vëllazër, e shohim Imam Ahmed ibn Majah, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është sahih për Zeid ibn Thabit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana hammu al-akhirah jama'a Allahu shamla." Kush e ka gojë ahiretin, Allahu ja rënit dynjon. Kush e ka gojë ahiretin, Allahu ja rënit punë. Thot wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Edhe pasunin Allahu ja mjell në zemër. Kur ai njeri nuk kanë kohë. Kur ai njeri nuk vun. E ka zemrën e pastër. Thot wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Kam jar dynjoja e poshtrume. Jo ky mu poshtru për me mrrin dynjon. Jo ky mu kurit për me mor dynjon. Dynjoja vjen në çmume edhe e përbuzën edhe e lehtë përpara tij. Thot o men kanat niyatu dunya. A kush e ka niyetin edhe synimin vesh këtë dynjë? Farraq Allah alayhi dayata. Allahu ja shke punë. Kur qysh ky s'u dal punë me kry. Ky ka punë shumë. Edhe këti do arturkasin këti. Se kjo i Zoti, ky as shpesh nuk shkon pi punëve. Ky as gjumë s'u bën pi punëve. Ky domethënë edhe shnetin e shkatron për punët e veta. Apo? Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e ka dynjën synim, farraq Allahu alayhi dayata. Allahu ja xhanon punën. Wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi. Edhe mes dy syve të tij e vendos Allahu varfnin. Kur ky njeri s'o i knasht. Kur ky nuk i përmbosht. Kur nuk ka që i ka pru renat aty ku ka dasht. Thot walam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lah. Amë dynjoja kam javë që sa ka shujt Zoti. Çfarë Allah nuk e nxjerr domethënë ardhin e dynjas tënde më shumë se sa ka shujt domethënë në kader. E shohim Imam Tirmidhi, Shalmani thotë hadithi është hasan për Abdullah ibn Merit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa herë që u mbledh me shokët e vet, pi duave që ka pas mos ka ndosh mu ngrit, ka thonë Allahumma wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. O Zot, mos e bën dynjon gojlën tonë më të madhe. Mos e bën dynjon gojlën tonë më të madhe, edhe mos e bën dynjon mos shumë ti shkadim. Nuk shka di për dynja, di për kera, di për shtëpia, di për lagje, di për qefe. Amo ti nuk e di dispozitat e namazit mirë. Ti nuk e di domethënë meselet e akidës mirë. Shumë mesele me të cilat ka mu varë xheneti jot ditën e gjykimit, ato nuk i di mirë. Amo këto dynjas, domethënë shtyhesh për këto dynjas. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu do, o Zot mos e bën dynjon më kon gojla jo më e madhe, edhe ajo kulmi i dijeve tona, sikur se Omer radhiyallahu anhu ka pas pi duave, sikur se ka përmendur Buhariu në sahihun e tij, e ka përmend si transmetim muallaq, që Omer ka thonë Allahumma
inna la nastati'u illa an nafrah bima zayyantahu lana. O Zot, ti na ke heshu dynjon, edhe na gëzohemi kur na vjen dynjoja. Ti na ke heshu dynjon, edhe gëzohemi kur na vjen dynjoja. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqq. O Allah, ma mëso me e qu dynjojnë, me e shpenzu dynjojnë, me argju në haq. Ti që shik nashtë. Në halal, në sevap, në rrugë që e fitoj xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.